kanë shkruar shumë dje, një ditë më herët, 2 ditë më herët, javës që shkoj, plot. Zgjodha që them ca gjëra këtu nga kombinati. Më thonë që i është dëmë fisto filanit për që na i kryetari i bashkisë. I është thënë fistekes që po ti do bësh. I është thënë të tjerëve filloni punoni se ti e ke mundësim për të bërë edhe ti do të bësh. Po shumë. Nuk ka gjë më të mirë se sa Partia Socialiste të ketë alternativa për kandidatin për kryetar bashkie të Tiranës. Një për tyre jam dhe unë. Edhe me thënë drejtën nuk kam pritur të më thot dikush fillo puna. Jo, po mundohem të kuptoj qytetin dhe natyrisht të them çfarë unë mendoj për qytetin dhe çfarë duhet ndryshuar me do e mos që ky qytet të bëhet apo të rikthehet i jetueshëm në maksimumin e tij. Ashtu siç njerëzit e duan, të pastër, të gjelbër, me shërbime, dhe në një kryetar apo kryetare, në kryet punëve, me kryet punëve, jam gjezi deri në mbrëmje. Pra, një gjë shumë e mirë kjo, që dalin emra, që ju thuhet, që nxiten e kështu me radhë. Tregon që ka gjallëri, e natyrisht mund të ketë edhe energjizim. Por, ajo që unë mendoj, ka të bëjë me faktin që e kam thënë tashmë, unë nuk preferoj të jem njoftim. Unë nuk mendoj që socialistët do të votojnë një njoftim si kandidatin e tyre për Bashkinë e Tiranës. Unë nuk mendoj që qytetarët e Tiranës do të votojnë po prap një njoftim. Ky është ndryshimi. Një proces demokratik ku secili i nënshtrohet votimit dhe natyrisht Tirana merr nga Partia Socialiste njeriun e dur përmes votës. Përmes votës, jo përmes njoftimit.